Unë nuk I kuptoj ata të dy, edhe Arushin edhe Drenin. Gjithë ditën rrinë kot, pushojnë, kënaqen duke bërë çfarë t'ju doj qefi, ndërsa unë po përpiqem të pastroj, të drejtoj, të laj dhe të mbaj tërë shtëpinë. E kuptoj Arushin e vogël, pasi që është I vogël, dhe ai nuk mund t'i bëj këto gjëra. Por Dreni dhe Arushi I madh, unë nuk e di se si mendojnë ata kështu. A do t'ju pastroj unë atyre tërë jetën? A vetëm unë e mbaj shtëpinë siç duhet. Ata vetëm do hanë dhe pinë dhe do hedhin gjëra kudo. E po nuk shkon kështu. Edhe unë kam shpirt, kam nevojë të ulem, të pushoj, të bëj ndonjë gjë çfarë dua unë. Tash do të shohin ata, më ka ardhur në maj të hundës. Eja Arushi I vogël, le të shkojmë t'i gjejmë se ku janë. Arush, mjaft e kam më. Çfarë ke Bretkos? Pse e çoroditur kështu? Çfarë kam? Si thua ti? Kështu do të vazhdojmë ne tërë jetën? Për çfarë ke fjalën? Për faktin se unë jam I vetmi që po pastron, lan, rregullon në këtë shtëpi. Mirë. Po si mirë, në këtë shtëpi jetoni edhe ju o Arush. A nuk është fair që edhe ju ndonjëherë të pastroni, e rregulloni, e unë të rri, të pi qumshtin apo lëngun, apo të luaj me lodra siç bën ti tani? Ju nuk jeni të vegjël Arush, e jeni të rritur, edhe ti, edhe Dreni. Nuk e kam menduar më parë. Ndoshta edhe ne duhet të kyçemi në mirëmbajtjen e shtëpisë. O Zot, e pamundur. Edhe ju ndoshta duhet të kyçeni. Unë habite me indiferencën tuaj Arush, ju do të jetoni edhe gjatë, ndërsa unë do plas nga nervat. Bretkos, qetësohu dhe më dëgjo. Ndonjëherë duhet të relaksohesh dhe t'i lësh gjërat të vinë në vendin e tyre. Ndonjëherë duhet ta shijosh jetën dhe thjesht ta lësh kohën të rjedh. Hiç pa menduar sa është ora, apo çfarë obligimesh dhe detyrash ke atë ditë të caktuar. Relaksohu, ja, eja këtu. Por Arush, Më dëgjo vetëm këtë herë Bretkos, edhe do të shohësh. Më lejo të bëj një masazh. Liroje kokën dhe muskujt. Mendo sikur je në plazh dhe përpara ke një det të madh. Era fryn dhe vetëm valët e detit dëgjohen, të japin një ndjenjë qetësie. Deti gjithmonë të bën të ndihesh sikur atje pas ujit ka botra të tjera të pazbuluara. Madje thonë që deti mban shumë kujtime në të, miliona dhe miliarda kujtime, pasi që detet dhe oqeanet janë format më të vjetra të jetës në planetin tonë. Kush e di sa gjenerata kanë lundruar, sa histori kanë dëshmuar. Pra paramendoje që je I shtrir afër detit në një ulse me ato çadrat që bëjnë hije, por nuk ka shumë diell, pasi që dielli është pak para perëndimit dhe kjo është koha më e mirë për ta shijuar këtë atmosferë plazhi. Derisa perëndon dielli, e shikon pamjen më të mirë, një ndër pamjet më të rralla që ke pa ndonjëherë. Pra, relaksohu Bretkos dhe haro çdo gjë, duke kapur këtë moment të magjishëm, të përjetshëm. Bretkos? Të ka zënë gjumi? Bretkos! Arush, çfarë po bën? A je normal? Si mund të më zgjosh nga gjumi ashtu? Sa po mora të fle pak dhe të çlodhem. Po mirë dhe... O Zot, pash një ëndër. Mu duk vetja sikur isha në një plazh, para perëndimit të diellit. Çfarë ndjenje e bukur. Përse më zgjove Orimar? Më falë. Teshat janë palar. Hajde, sot ti do ta bësh këtë detyrë.
Çfarë? Jo. Hajde, njaft më, jam angazhuar vetëm unë. Ka ardhur koha edhe ju të bëni ndonjë punë në këtë shtëpi, pasi që edhe ju jetoni këtu. Mirë, në rregull Bretkos. Ashtu pra, hajde Arushi i vogël, kam për të punuar sot. Ku është dreni? Dreni! Bretkos, Arushi i vogël, çfarë po bëni këtu? Dreni, si mund të dëgjosh në kufje me aq zë të lartë? Çfarë po bën? Ato kanë lënë mend. Pse? Çfarë është problemi, Bretkos? Problemi është se ti do t'i dëmtosh veshët, more Dreni. Dhe ky dëmtim vjen gradualisht, nuk bëhet me një herë. Por me kalimin e kohës, nëse dëgjoj me zë të lartë në kufje, veshët do të dëmtohen dhe pastaj ka gjasa edhe të humbësh nga dëgjimi. Çfarë? Jo! E pa mundur. Jo, unë të humbas të dëgjuarit, kjo është e tmerrshme. Shiko se sa keq është nëse nuk dëgjon njeriu. O Zot, jo më, asnjëherë. Dreni, më dëgjo. Në rregull, ti mund të dëgjosh me kufje, por mbaje mend këtë rregull, Dreni. Nëse veç më dëgjon me kufje, dëgjo me nivel më të ulët të zërit. Pra niveli duhet të jetë më pak se gjysma, Dreni. Dhe në të vërtet është më mirë që të mos përdoren kufjet fare, por të dëgjosh në dëgjues të zakonshëm. Ua, më ke friksuar, Bretkos. Nuk mundem, do ta mbaj mend këtë gjithë jetën. Nuk do t'i vendoj më kufjet aq shpesh, por vetëm me raste nevoje. Dreni, edhe një gjë. Po, Bretkos? Unë erdha për diçka tjetër. Po, më thuaj, për çfarë ke ardhur? Kur do të fillosh të pastrosh, të rregullosh edhe të drejtosh shtëpinë edhe ti? Arushit i thash, ai tash po i fut teshat e palara në maqinë. Edhe ti edhe Arushi duhet të kyçeni në mirëmbajtjen e shtëpisë, pasi që vetëm unë nuk mund të arrij çdo ditë t'ua pastroj mbeturinat e hajeve, çorapet e palara dhe rrobat tuaja. Në rregull? Po, Bretkos, mos e nevrekos, do t'ja bëjmë disi. Jo do t'ja bëjmë disi, por do t'a bësh që tani. Ngrihu dhe fillo rregulloje këtë rrëmuj që ke bërë këtu me dhomën tënde. Hajde, më shpejt. Ka ardhur koha edhe ju të kyçeni në këtë punë. Unë me siguri kam qenë budallak që i kam bërë këtë punë vetëm deri më tani. Unë nuk e di se si u bë kjo, se si u binda. Unë e di që dua ta shikoj shtëpinë të pastër, pasi që është më higjienike. Më e shëndetshme. Ndihemi më mirë kur rrim në një dhomë të pastër. Jemi më të lumtur. Një shtëpi normale, pra i ka këto gjëra. Ka pastërtin, rendin, dhe për këtë arsye e bëj unë këtë. Ndërsa ju përpiqeni ta shndërroni këtë shtëpi normale në një shtëpi jo normale. E pra Dreni, ja keni nxjerrur fundin. Ke të drejt, Bretkos. Ja, do të filloj gjithë tani ta rregulloj dhomën, edhe do t'i ndajmë punët që sot e tutje. Edhe unë edhe Arushi i madh do të ndihmojmë rreth punëve të shtëpisë. Në rregull? Pse nuk jam i bindur në këtë gjë? Të premtoj, Bretkos, nëse nuk e bëj, atëherë pranoj çfarë do lloj dënimi. Ja, nëse ka nevojë do t'i shkruaj. Mirë, më pëlqen. E pra mirë atëherë, kështu mundet. Hajde tani. Fillo ti me punë këtu, ndërsa unë do të ulem të pushoj pak me Arushin e vogël. Shifemi. Në rregull, Bretkos. U krye kjo punë.